Gjykata e shkallës së parë e Tiranës ka rrëzuar padinë e bërë nga kryet socialisti Edi Rama kundrejti ish kryedemokratit Lulzim Basha. Kreu i qeverisë kishte paditur Bashën për shpifje dhe kërkonte që ai të paguante dëmin jo pasuror në vlerë 1 milion lekë për një deklaratë të tij në 22 tetor 2018. Sipas institucionit të drejtësisë, padia e bërë nuk është mbi bazën e provave të ligjit. Kryeministri mund bëjë ankim të këtij vendimi në shkallën e apelit brenda 15 ditëve duke nisur nga sot. Po ashtu Rama kërkonte që Basha paguante shpenzimet gjyqësore edhe ato të avokatë. Gjykata pasi ka shqyrtuar çështjen nuk ka gjetur prova për të provuar fajësinë e Bashës. Çfarë thuhet në njoftimin zyrtar? Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë Dhoma Civile më datë 11/6, pasi shqyrtoi në seancë gjyqësore në praninë e përfaqësuesit të palës paditëse kërkesën me paditës Edi Rama të paditur Lulzim Basha me objekt detyrimi të paditurit të shpërblej dëmin jo pasuror shkaktuar paditësit si rezultati i thënieve të pavarteta të deklaruara prej tij nga selia e Partisë Demokratike në prononcim për mediat më datë 22/10/2018 në shumën 1 milion lekë si dhe shpenzimet gjyqësore dhe ato avokatore. Detyrimi të paditurit të publikojë një përgënjeshtrim në të gjitha mediat që kanë publikuar deklaratën apo lajmin mbi të sipas listës përcaktuar në pikën D2 të kërkesë padis. Gjykata, bazuar në rrethanat e konstatuara gjatë hetimit gjyqësor, në dispozitat ligjore përkatëse dhe në arsyetimin e mësipërm çmon se padia nuk duhet pranuar pasi është e pabazuar në ligj dhe në prova. Për këtë arsye, gjykata mbështetur në nenet përkatëse të kodit procedurës civile vendosi rrëzimin e padis pasi është e pabazuar në ligje në prova shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse. Kundër vendimit mund bëhet ankim në gjykatën e apelit jurisdiksioni përgjithshëm brenda 15 ditëve duke nisur afati nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Pra ditën e sotme më 12 qershor njofton zyrtarisht gjykata.